Masat që duhet mi marrë shtetet, kryesisht orientuar në drejtim të parafrimit të legjislacionit. Sot digitalizimi, e thash jo rasisht, është proces që do të bëhet, dashëm ne ose s'dashëm. Përmes përdorimit të zhvillimeve të digitalizimit mundet me u preke edhe pjesa e diskriminimit për qytetarët. Mund ditë të diskriminuar ose mund me qenë të diskriminuar kryesisht të krasat kur kjo forme digitale përdoret në konkurse dhe në punësime e në kriteret tjera që lidhen me avancim dhe punësim të qytetarëve në sektorin publik. Masat që duhet mi marrë shtetet, kryesisht orientuar në drejtim të parafrimit të legjislacionit me legjislacionin e BE-s që është një hap më i avancuar se legjislacioni i vendeve nacionale, kështu që del detyrë edhe urgjencë për vetë institucionet e Kosovës që në të ardhmen më marrë me këtë fushë. Flasim për mbrojtjen e dhënave personale, ne kemi arritur, kemi një regulativ shumë të mirë ligjore, të zbatueshme tashmë pothuajse në tërsinë e vet si ligj. Sa i përket përputhshmërisë me regulativ BE-s, ne kemi nxjerr edhe udhëzues për zbatimin e ligjit mbrojtjes dhënave që çon drejt kompletimit të kësaj kornize. Sot digitalizimi, e thash jo rasisht, është proces që do të bëhet, dashëm ne ose s'dashëm ne duhet ta kryjmë. Mirë po, ajo që është risku më i madh dhe sfida më e madhe është pikërisht ndikimi i inteligjencës artificiale. Është një dokument strategjik që përmbledh nevojat dhe rekomandimet për të siguruar një tranzicion të sigurt dhe të qëndrueshëm drejt shërbimeve publike digjitale në rajon. Pikat kryesore do t'i përmeni në një: shërbimet publike digjitale dhe e-qeverisja. Rekomandohet zgjerimi i platformave të qeverisjes elektronike duke siguruar transparencë dhe llogaridhënie për ndryshimin e tyre. Krijimi i mekanizmave efektiv të ankesave për qytetarët në lidhje me shërbimet digjitale dhe mbrojtjen e të dhënave të tyre personale. Pastaj kemi harmonizimi i infrastrukturës ligjore me legjislacionin e infrastrukturës gigabit të BE-s dhe implementimin e kutisë së sigurisë kibernetike 5G. Në ndye kemi mbrojtjen e të dhënave personale, harmonizimi i legjislacionit të mbrojtjes të dhënave me rregulloren e përgjithshme të mbrojtjes të dhënave të BE-s.